Je e vërtet apo thjesht shumë e zgjuar për lojë? E vërtet. Ke hyrë për fitore apo për famë? Për asnjërin. Je realisht e fortë apo thjesht nuk e lejon askënd të shoh dobësinë tënde? E dyta. Ke luajtur ndonjëherë rolin e viktimës për simpati të publikut? Asnjëherë. Je më shumë emocionale apo manipulative? Emocionale. Ke gënjur brenda shtëpisë për ta mbrojtur veten? Për ta mbrojtur dikë tjetër. A ke toleruar dikë vetëm për interes? Nëse po, kush? Jo. A të ka pëlqyer kushtrimi apo ishte pjesë e lojës? Nuk më thonë që është pjesë e lojës, kemi një kimi që shoqënia jon vazhdon edhe jashtë. Cila është vajza më xheloze në shtëpi sipas teje? Nuk e di, nuk e kam asnjë emën. Cili konkurrent të ka zhënjur më shumë nga ato që ki parë jashtë? Shkurta, Alba. Me këm banë më shumë kontakt sot? Pothuajse me të gjithë. E kam raportet e mira përveç me 2-3 banor. Maj me Ibron, Hygerta, Bia, Kushtrimi, Lavina Tagjiu, Toni, kam Edin. Pothuajse me gjithë e kam shumë raportet e mira. Benita, Eliona, Klodi, Lëndrimi. Të dhem më shumë kritika apo injorime? Injorimi. Ke pasur momente që ki dashur të largohesh sepse loja nuk po të shkonte sipas planit? Shumë herë. I kontrollon emocionet apo ato të kontrollojnë ty? Ka mendu që i kontrolloj, por me një rast saktu nuk kanë kontrollu ato mu. Ke thënë diçka që sot do doje ta fshije? Ndoshta jo ta fshija, por ta thoja me një verzion tjetër. Kur të vizituan Lëndrimi dhe Klodi, a u diskutua raporti Klodit me Elionën? Jo. Sasa në jetën reale, është vështirë, më e vështirë se sa në ekran? Jo. Në fund, a e mora atë që deshe nga ky format? Po. A more reagime nga ish partneri pasi e ndove të kaluarën me publikun? Çuditërisht jo.